Në mars të vitit 1939, kur emisarët shqiptar hynë për herë të fundit në Palazzo Chigi të Romës, ata sollën me vete një dosje që nuk duhej të ekzistonte. Brenda saj, shkruar me bojë vjollcë dhe të vulosura me vulën e Ministrisë së Jashtme italiane, ishin kontrata që do të përcaktonin fatin e një kombi të tërë. Kontrata për naftën e Kuçovës, për mineralet e veriut, për doganat e porteve. Kontrata që garantonin se cilido që të merrte pushtetin pas 7 prillit, këto pasuri nuk do të ktheheshin kurrë në duart e shqiptarëve. Por më e çuditshme ishte kjo, dosja nuk mbarte asnjë nënshkrim mbretëror. Vetëm emra të tjerë, të njohur mirë në rrethet e tokpronarëve që e urrenin zogun. A ishte kjo marrëveshje e lidhur pa dijenin e tij? Apo mbreti e dinte që po tradhtohet, por zgjodhi të mos bënte asgjë? Dhe më të rëndësishme, në ditën kur këto kontrata u firmosën, kush saktësisht hyri në zyrat e bankës së Milanos për të hapur llogari të reja, dhe pse këto llogari mbeten sekret edhe për vetë qeverinë italiane? Kur toka në ngoma e makinave mbretërore filloi të dridhet në rrugën drejt Kapshticës, askush nga ata që ishin brenda nuk kishte guximin të shikonte mbrapa. Ata që mbjetuan rrëfejnë se dhimbja më e madhe nuk ishte frika nga aviacionit italian, por pesha e asaj që po linin pas. Pesha fizike, reale. Në sekretin e sallonëve të pallatit, natën e 6 prillit, disa nga burrat më besnik të mbretit kishin mbushur valigje dhe arka të blinduara me gjithçka që mund të mbante vlerë. 1078 kg e gjysmë ar. Në monedha Napoleona, në fishek zjarr me ngjyra të verdha që në dritën e llambave elektrike lëshonin shkëlqime hipnotizuese. Ky ar ishte i gjithë ai që kishte mbetur nga rezervat e Bankës Kombëtare të Shqipërisë, sepse pjesa tjetër, pjesa më e madhe, ishte shkrirë kohë më parë nëpër kontratat që lidheshin me Romën për hua që askush nuk pyeste ku shkonin. Po kush urdhëroi që pikërisht kaq shumë të mbetej në thesar deri në atë natë? Ekonomistët e shtetit raportuan shumë më të vogla në janar. Nga doli diferenca? Dhe pse nuk u gjendën kurrë dokumentet e transferimeve bankare që duhej të shoqëronin çdo lëvizje ari nga depoja qendrore? Thuhet se arkëtari i pallatit, një burr me emrin Kelkodheli, që kishte kaluar 30 vjet duke numëruar monedha dhe shënuar shifra në regjistrat e mbushur me pluhur, hodhi një vështrim të fundit mbi sallonin bosh dhe buzëqeshi hidhur. Kush do t'i besoj tani, është raportuar se tha ai, se ky sallë dikur mbahej më i pasur se ajo e ndonjë banke zvicerane. Por pasuria nuk ishte vetëm në ar. Kur valët e Adriatikut filluan të spërkatin karrosat e automjeteve që largoheshin, askush nuk e dinte që brenda bagazheve të veçantë, të mbështjella me pelura mëndafshi dhe të ruajtura me kujdes, ishin edhe bishuteritë e mbretëreshës Geraldine. Ato nuk ishin thjesht stoli. Ishin investime të kujdesshëm të bëra vite më parë, kur zogu kuptoi se një ditë mund të duhej të largohej. Gur të çmuar nga Parisi, nga Vjena, nga ateljet private në Londër. Diamante të vjetra osmane, që mbretëresha i kishte blerë me emrin e saj nga koleksionar të heshtur që nuk regjistroheshin kurrë në dokumente zyrtare. Vlerësuesit e kohës flasin për vlera që arrinin disa milion franga ari, por asnjë dokument nuk ekziston për të konfirmuar ku përfunduan këto bishuteri. Disa u shitën më vonë në ankandet e Londrës, por pjesa më e madhe zhdukej pa lënë gjurmë. Kush ishin blerësit? Kush veproi si ndërmjetës? Dhe më e rëndësishmja, pse firma të njohura zvicerane të vlerësimit të artit nuk kanë asnjë regjistër për të pranuar se kanë takuar klient me këto përshkrime? Ka një tregim që qarkullon ende në rrethet e koleksionarëve të vjetër të Evropës, se një grua me akcentim francez hyri në një shtëpi ankandiesh në Gjenevë në dimër të vitit 1940 dhe ofroi një koleksion të pazakontë gurësh të çmuar të cilat, kur u kontrolluan, mbanin gravura në arabisht. Ku i keni gjetur? E pyetën. Nga një ish perandori, u përgjigj ajo. E asnjë pyetje më shumë nuk u bë. Ndërkohë, në Tiranë, në orët e para të 7 prillit, Italia po kryente një operacion shumë më të sofistikuar se thjesht futja e trupave. Kur trupat italian hynë në kryeqytet, ata nuk erdhën thjesht si pushtues. Erdhën me kontabilist, me jurist, me ekspert financiar nga Credito Italiano dhe Banca Commerciale Italiana. Bankat që kishin kontrolluar 95% të aksioneve të Bankës Kombëtare të Shqipërisë që para pushtimin. Tani, ata nuk kishin nevojë as për maskë. Brenda 24 orësh, çdo dokument që kishte lidhje me rezervat e arit, me huat e dhëna Shqipërisë, me llogaritë e qeverisë,
U transferuan nga zyrat e bankës kombëtare në sallat e blinduara të pallateve që tani i menaxhonte Francesco Iacomoni, i dërguari i ri i Italisë. Iacomoni ishte një burr me buzëqeshje të ftohtë dhe duar të pastra. Asgjë nuk i kalonte duart pa u regjistruar në 3 kopje. Por për këtë operacion nuk ekziston asnjë raport zyrtar italian që shpjegon ku shkuan dokumentet. Asnjë. Disa raporte të vogla italiane përmendnin transferimin e sigurt të dosjeve sensitive, por kur nuk specifikonin ku. Disa historian besojnë se ato u dërguan në Rom, por arkivat e Palazzo Venezia nuk përmbajnë asnjë dosje me shënimet financiare të bankës kombëtare shqiptare. Atëherë ku janë? Kush i mori? Dhe më e rëndësishmja, pse Italia kishte interes t'i fshite ato edhe nga vetë qeveria e saj? Ka një teori që qarkullon mes historianëve të ekonomisë italiane. Ata thonë se në vitin 1939, Italia nuk kishte nevojë për arin e Shqipërisë. Ajo e kishte të gjithë arin që i duhej nga rezervat e veta dhe nga Afrika. Ajo që Italia donte ishte diçka më e vlefshme, sekreti. Sekreti i kontratave që kishin shitur pasuritë natyrore të Shqipërisë me çmime kaq të ulta, sa edhe vetë qeveria fashiste do të turpërohej nëse dalin publike. Kontrata për naftën e Kuçovës, ku kompania AIPA fitonte 70% të fitimit, ndërsa shteti shqiptar vetëm 15%. Kontrata për mineralet e Pukës, ku Italia merrte të gjithë bakrin dhe kromit pa asnjë tarifë doganore. Këto kontrata ishin nënshkruar në heshtje, shpesh pa vulën e qeverisë shqiptare, por me firmën e individëve privat që kishin lidhje me Romën. E kush ishin këta individ? Emrat e tyre përfshinin disa nga pasanikët më të mëdhenj të vendit. Shefqet Vërlaci, për shembull, njeriu që pas pak ditësh do të bëhej kryeministër i parë i Shqipërisë së pushtuar. Njeriu që kishte konflikte personale me Zogun për shkak të reformës agrare që kërcënonte tokat e tij të mëdha. Njeriu që kishte bërë udhëtime të fshehta në Rom në mars. Çfarë premtohej në ato takime? Ekzistojnë dëshmi të tërthorta nga ditari i Galeaz Sociano, ministrit italian të jashtëm, ku ai shkruan me përbuzje për lakmin e bejlerëve shqiptar që kërkojnë para në këmbim të dorëzimit të kurorës. Cilat bejler? Dhe sa para? Në 10 prill të vitit 1939, 3 ditë pas ikjes së Zogut, një mbledhje e fshehur u mbajt në një vilë buz detit në Durrës. Vila i përkiste një industrialisti italian që kishte investuar në linjat hekurudhore shqiptare. Brenda, rreth tryezës së darkës, ishin 8 burra. 5 prej tyre ishin shqiptar, 3 italian. Nuk ka dokument zyrtar për këtë takim, por një shërbëtor që punonte atë natë në vilë, një njeri me emrin Arif Muka, dha një dëshmi në vitin 1954, para se të vdiste. Ai rrëfeu se dëgjoi zëra të ngritura dhe një fjali që nuk e harroi kurrë, tani që mbreti ka ikur, asgjë nuk na ndalon të marrim atë që na takon. Zëri ishte në shqip, por Arif nuk e kishte kuptuar se cilës palë i përkiste. Italianët apo shqiptarët? Dhe çfarë ishte ajo që u takonte? Në ditët vijuese, pasuritë të mëdha u transferuan. Jo ari. Jo monedha. Por tituj pronësie. Tokë. Miniera. Koncesione industriale. Dhe askush nuk pyeti. Askush nuk protestoi. Sepse ata që do të protestonin ishin larguar me Zogun, ose ishin burgosur, ose ishin heshtur nga frika. Ndërsa ata që mbetën, fituan. Fituan shpejt dhe në heshtje. Por pyetja më shqetësuese nuk ishte kush fitoi. Ishte kush dinte. Kush e dinte që kjo do të ndodhte. Në mars, kur emisarët u takuan në Rom, Zogu ende ishte në Tiranë. Ai ende nxirrte dekrete. Ai ende jepte urdhëra në ushtri. Por dokumentet italiane tregojnë një skenë tjetër, se Italia kishte përgatitur planet e pushtimit muaj më parë dhe se ata kishin mbështetjen e sigurt nga një grup shqiptarësh që do të bashkëpunonin. Një dokument nga arkivat e Palazzo Chigi i datës 28 shkurt përmend marrëveshjen e arritur me përfaqësuesit më të fuqishëm të aristokracisë toksore shqiptare. Po cilët përfaqësues? Emrat janë fshirë me bojë të zezë. Teknika e censurimit e viteve të 30-ta. Por gjurmët mbeten. Gjurmët në llogaritë bankare. Në vitin 1940, Credito Italiano raporton fitime rekord nga operacionet në Shqipëri. Fitimet janë 35% më të larta se viti i kaluar. Nga erdhën këto para?
Cila aktivitet ekonomik në një vend të sapo pushtuar krijon aq shumë fitim kaq shpejt? Përgjigjja është e thjeshtë, shitja e aseteve të konfiskuara. Ose më sakt, transferimi ligjor i tyre me çmime simbolike. Zogu kishte lënë pas 25 pallate, vila dhe rezidenca. Brenda 2 muajsh, të gjitha ishin në duart e zyrtarëve italian ose bashkëpunëtorëve vendas. Asnjë ankan. Asnjë shpallje publike. Vetëm dokumente të nënshkruara në heshtje. Dhe ari i mbretit? Ku shkoi vërtet ai? 78 kg e gjysmë, kaq thon dokumentet. Por popullsia në ato ditë fliste për shifra të tjera. Për 500 kg. Për 1000. Ku doli diferenca? A u vodh nga rojet e tij gjatë rrugës? A u fshen në ndonjë mal të Greqisë duke pritur ditën kur mund të kthehej? Apo shifra zyrtare ishte e saktë dhe legjendat urbane thjesht pasqyronin dëshirën e një populli që donte të besonte se diktatori i tyre kishte vjedhur më shumë se sa kishte vërtet? Të vërtetën e plot nuk e dim. Por ka diçka që dim, në vitin 1943, kur Gjermania pushtoi Italinë, forcat gjermane gjetën një sasi të madhe ari në bodrumet e Bankës së Italisë në Rom. Një pjesë e këtij ari ishte shënuar me shënimet Riserva Albania. Ky ar u çua në Berlin dhe pas luftës, kur aleatët filluan të gjurmojnë arin e vjedhur, ky ar nuk u gjend kurrë. A ishte ky ari i Shqipërisë? A ishin këto rezervat që Italia pretendonte se kishte transferuar për siguri? Dhe nëse po, pse Italia nuk kërkoi kurrë kompensim nga Gjermania për këtë ar të vjedhur? Heshtja italiane mbi këtë temë ka qenë absolute. Asnjë kërkesë zyrtare. Asnjë raport. Si të mos kishte ekzistuar kurrë. Por ka edhe një pjesë tjetër të historisë që nuk diskutohet shpesh. Pjesa për ata që mbetën. Për njerëzit e thjeshtë që pan pasurinë e vendit të transferohet në duart e tjerëve dhe nuk guxuan të flasin. Për punonësit e bankës kombëtare që u detyruan të nënshkruajnë dokumente që nuk i kuptonin. Për arkëtarët si Kel Kodheli që e dinin të vërtetën por zgjodhen heshtjen. Disa prej tyre, pas luftës, dhanë dëshmi. Dëshmi që u regjistruan në dosje të vjetra që sot mbahen në arkivat e shtetit. Ata rrëfejnë për ditët e fundit para 7 prillit, kur një panik i fshehur pushtoi zyrat e qeverisë. Kur telefonat binin ditë e natë. Kur automjetet e panjohura parkonin para pallatit dhe nxirrnin ark që askush nuk dinte se çfarë përmbajnin. Ata rrëfejnë për urdhëra kontradiktore. Për shifra që nuk binin në vend. Për takime që mbaheshin në orët e vona të natës, jashtë orari zyrtar, me njerëz që nuk ishin zyrtar të qeverisë. Kush ishin këta njerëz? Përse kishin akses kaq të lirë në institucionet shtetërore? Dhe pse, pasi Italia pushtoi vendin, ata u shfaqen përsëri, këtë herë në postet e administrimit të pasurive të konfiskuara? Kur Francesco Jacomoni hyri zyrtarisht në detyrë si mëkëmbës i mbretit Viktor Emanuel III në Shqipëri, ai solli me vete një ekip të specializuar. Jo vetëm ushtarak. Jo vetëm diplomat. Por kontabilist, jurist dhe bankier. Këta njerëz punuan me shpejtësi të habitshme. Brenda një jave, çdo pasuri e rëndësishme që kishte qenë në emër të familjes mbretërore ose të shtetit shqiptar ishte inventarizuar, vlerësuar dhe transferuar në pronësi të administratës së re. Nuk kishte rezistencë. Nuk kishte kundërshtime ligjore. Sepse ligji vet ishte ndryshuar. Në 10 prill, një dekret italian shpalli se të gjitha pasuritë e zogut konsideroheshin pasuri të vjedhura nga populli shqiptar dhe si të tilla duhej të konfiskoheshin. Por ky dekret nuk u zbatua për t'i kthyer pasuritë popullit. U zbatua për t'ia kaluar ato administratës italiane. Që do të thotë, në të vërtetë, kompanive private italiane që kishin marrëveshje me regjimin fashist. Dhe kush mbikëqyrte këto transferime? Kush vendoste se cili pasuri shkonte ku? Dokumentet tregojnë emra të njohur, zyrtarë që ishin të lidhur ngushtë me bankat e mëdha italiane. Njerëz që pas luftës u gjetën në poste të larta në sektorin financiar italian dhe nuk u pyetën kurrë për rolin e tyre në Shqipëri. Ka një dokument që është zbuluar kohët e fundit, një letër nga Galeazzo Ciano drejtuar Benito Mussolinit, e datës 15 prill 1939. Në këtë letër, Ciano shkruan me tone cinik, bejlerët shqiptar janë më të lakmues se sa mendova. Kërkojnë kompensim për çdo shërbim të vogël.
Por ata janë të dobishëm, sepse ata e njohin sistemin më mirë se ne. Nëse i mbajmë të kënaqur, operacioni ynë do të jetë i pakrahasueshëm më i lirë se një pushtim klasik ushtarak. Këto fjalë zbulojnë strategjinë italiane. Nuk ishte thjesht pushtim. Ishte një marrëveshje biznesore. Një shkëmbim interesash. Dhe pala tjetër në këtë marrëveshje nuk ishin ushtarak. Ishin pronar tokash, ishte aristokracia e vjetër shqiptare, ishte klasa që kishte humbur më shumë nga reformat e zogut dhe që tani shite në pushtimin italian një mundësi për të rimarrë atë që kishte humbur. Por çfarë çmimi paguan ky shtet për këtë marrëveshje? Çfarë ushit dhe çfarë u fsheh? Në 20 prill, një dekret tjetër u nxor nga administrata e re. Ky dekret bashkoi doganat dhe ekonominë shqiptare me atë italiane. Që do të thotë, praktikisht, se Shqipëria humbi çdo kontroll mbi burimet e saj natyrore. Nafta e Kuçovës, bakri i Pukës, kromi i Librazhdit, pyjet e veriut, të gjitha u bën pjesë e sistemit ekonomik italian. Asnjë tarif doganore. Asnjë tarif eksporti. Asnjë kontroll nga shteti shqiptar. Dhe kush përfitoi? Kompanitë italiane, natyrisht. Por edhe një grup i vogël shqiptarësh që kishin rol ndërmjetës. Këta njerëz nuk ishin në qeverinë zyrtare. Ata ishin në hije. Por ata ishin thelbësore për funksionimin e sistemit. Ata dinin se cilat familje lokale duhet t'i jepej para për të heshtur. Ata dinin se cilat zyrtar duhet t'i korruptoheshin për të nënshkruar dokumente. Ata dinin se si të bëhej që një kontratë e paligjshme të dukej legjitime. Dhe për këtë, ata merrnin pjesën e tyre. Të vogël, krahasuar me fitimet italiane. Por të mëdha, krahasuar me standardet shqiptare. Disa prej tyre u pasuruan brenda një viti. Dhe shumica e tyre, pas luftës, ikën jashtë vendit me pasuritë e tyre, pa u pyetur kurrë. Por a e dinte zogu për gjithë këtë? A e kuptoi ai, në ato ditë të fundit, se po e tradhtonin? Ka dëshmi që tregojnë se ai kishte dyshime. Në fund të shkurtit, ai thiri një mbledhje me kryetarët e ushtrisë dhe u kërkoi atyre të vlerësonin besnikërinë e zyrtarëve të lartë civil. Raporti që doli nga ajo mbledhje ishte shqetësues. Disa emra u shënuan si të dyshimt për kontakte me agjent italian. Por asnjë mas nuk u mor. Pse? A ishte shumë vonë? A kishte zogu frikë se nëse vepronte, do të shkaktonte një krizë të brendshme që do ta dobësonte edhe më shumë? Apo thjesht nuk besonte se toka mund të tërhiqej nga poshtë këmbëve të tij kaq shpejt? Të vërtetën e plot nuk e dim. Por e dim këtë, në 6 prill, kur ai dha urdhër që Ari të ngarkohet në makina, ai nuk thiri asnjë nga zyrtarët e lartë civil për t'i shoqëruar. Ai mori vetëm familjen dhe disa nga ushtarakët më besnik. Sikur të dinte se, në atë moment, besimi ishte artikulli më i rrallë se Ari. Dhe çfarë ndodhi me këta ushtarak? Ata që e ndoqën deri në fund? Disa prej tyre mbetën me të në mërgim, jetuan në varfëri dhe vdiqën në errësirë. Të tjerë u kthyen në Shqipëri, u arrestuan nga regjimi komunist dhe u pushkatuan si tradhtar. Asnjë prej tyre nuk foli kurrë publikisht për atë që ndodhi në ato ditë. Asnjë prej tyre nuk shkroi kujtime. Asnjë. Si të kishin firmosur një pakt heshtjeje që shkonte përtej vdekjes. Por një prej tyre, një ish oficial i emërtuar si Kostaq Kota, i cili ishte kthyer në Shqipëri në vitet 40 dhe ishte arrestuar, tha diçka përpara se të vdiste në burg. Dëshmitari që e dëgjoi ishte një gardian që më vonë emigroi dhe dha një intervistë në vitet 80. Ai thot se Kota, pak përpara vdekjes, thiri, unë e dija se ku shkuan. Por askush nuk do të besoj një njeri që po vdes në këtë vrim. Ku shkuan çfarë? Ari? Dokumentet? Sekretet të tjera? Gardiani nuk pyeti më. Dhe Kota vdiq pa treguar asgjë. Pra kush përfitoi vërtet? Italia? Pa tjetër. Kompania AIPA në Kuçov fitoi miliona lirë italiane nga nafta shqiptare. Kompanitë e hekurit dhe bakrit në veri eksportuan tonë të tëra drejt fabrikave italiane. Bankat italiane kontrolluan çdo transakcion financiar në vend dhe fituan komisione astronomike. Por Italia nuk ishte e vetmja. Kishte edhe fitues lokal. Shefqet Vërlaci, për shembull, ruajti të gjitha tokat e tij dhe fitoi edhe më shumë. Disa zyrtar të tjerë, emrat e të cilëve nuk janë të gjitha të njohura, u pasuruan në heshtje. Dhe ata që nuk përfituan?
Populli. Njerëzit e thjesht që pan shtresat e tyre të vogla kursime të kthehen në letër pa vlerë kur lira shqiptare u zëvendësuan nga lira italiane. Njerëzit që humbën punën kur kompanitë shqiptare u mbyllën dhe u zëvendësuan nga ato italiane. Njerëzit që pan çmimet e ushqimit të rriten, sepse tani Shqipëria duhej të furnizonte edhe tregun italian. Për ta, pushtimi nuk ishte vetëm një ndryshim politik. Ishte një katastrofë ekonomike. Dhe askush nuk pyeti nëse ata ishin dakord. A ishte i pashmangshëm ky fund? A mund të ishte ndaluar? Historianët debatojnë. Disa thonë se zogu nuk kishte zgjedhje, se Italia ishte shumë e fuqishme dhe Shqipëria shumë e dobët. Të tjerë thonë se ai vetë e përgatiti fundosin e tij duke refuzuar reforma që do ta kishin forcuar shtetin. Të tjerë ende thonë se tradhtia erdhi nga brenda dhe se edhe sikur zogu të ishte më i fortë, ai nuk mund të luftonte kundër një klase të tërë që e kishte shitur. Por një gjë është e qartë, në mars të vitit 1939, kur ato kontrata u nënshkruan në Rom, fati i Shqipërisë ishte vullosur. Dhe kur zogu kaloi kufirin në 7 prill, ai nuk po ikte thjesht nga një pushtim. Ai po ikte nga pasojat e një rjeti tradhtiesh, korrupsioni dhe paktesh që ishin thurur vite më parë. Pasojat që sot, 85 vjet më vonë, ende nuk i kemi kuptuar plotësisht. Sepse shumë nga dokumentet që do të na jepnin përgjigje janë fshirë, zhdukur ose ruhen në arkiva që askush nuk i ha. Dhe kështu pyetja mbetet, kush përfitoi? Dhe pse Italia fsheu kontratat bankare? Në 23 prill të vitit 1939, një grua me fustanin e zi u ul në salonin e një hoteli luksos në Stamboll dhe hapi një valixhe të vogël lëkure. Brenda saj nuk kishte rroba. Kishte letra. Letra private të shkruara me dorë nga mbreti zog gjatë viteve të fundit të mbretërimit. Letra që nuk duhej të ekzistonin, sepse ato përshkruanin takime sekrete me përfaqësues italian, premtime që nuk u mbajtën kurrë dhe dyshime të thella për njerëzit më të afërt të tij. Kjo grua ishte një nga shërbëtoret personale të mbretëreshës Geraldine, një zonjë me emrin Liza Gjoni, që kishte shërbyer në pallat për 16 vjet. Ajo nuk kishte ikur me kortezhin mbretëror. Ajo kishte mbetur për të marrë atë që i ishte besuar, dosjen që Geraldine e kishte fshehur në ndyshemen e dhomës së saj. Pse këto letra ishin aq të rëndësishme? Sepse ato tregonin se zogu e dinte. Ai e dinte që po e tradhtoi, por nuk kishte guximin të vepronte. Në një nga letrat të datës 10 shkurt 1939, ai i shkruante një miku të vjetër, nuk mund t'i besoj askujt përveç hijen time. Edhe hija, ndonjëherë, duket sikur punon për dikë tjetër. Kjo fjali, e shkruar me një dorë që dridhej, zbulonte një burr që po shkatërrohej nga brenda. Jo nga Italia, por nga paranoja që e kishte kapluar kur kuptoi se pushteti i tij mbahej nga njerëz që e urrenin. Liza Gjoni nuk i shiti kurrë këto letra. Ajo i ruajti deri në vdekje dhe ato u gjetën në vitet 70 nga një nip i saj që punonte si arkivist. Por nga koha që u zbuluan, disa nga faqet mungonin. Kush i mori? Dhe më e rëndësishme, çfarë shkruhej në ato faqe? Një nga studiuesit që e shqyrtoi dosjen, një profesor italian me emrin Paolo Rizzi, tha diçka që ngjan shumë me një akuzë, mungojnë pikërisht ato letra ku zogu përmend emra specifike. Nuk është rastësi. Dikush donte që ato emra të mos dalin kurrë në dritë. Por kush kishte interes? Familjet e atyre që tradhtuan? Apo vetë institucionet që sot mbajnë arkivat? Pyetja mbetet e hapur. Por një gjë është e sigurt, ato letra tregojnë një pamje që nuk përputhet me imazhin zyrtar. Ato tregojnë një mbret që po e humbiste kontrollin mbi vendin e tij, jo sepse armiku ishte i fortë, por sepse aliatët e tij po bëheshin armiq. Dhe nuk kishte asnjë rrugë për t'i ndaluar, sepse çdo hap që ai bënte monitorohej, çdo vendim diskutohej në dhoma ku ai nuk ishte i pranishëm. Kjo është tragjedia më e madhe e pushtetit absolut, kur të gjithë të flasin në emrin tënd, por askush nuk të pyet për mendimin. Ndërkohë, në Tiranë, jeta po ndryshonte me shpejtësi marramendëse. Brenda 2 javësh nga pushtimi, Italia filloi të zbatonte një plan që kishte qenë i përgatitur muaj më parë. Qyteti filloi të mbushej me flamuj italian. Rrugët morën emra të rinj. Gjua italiane u bë e detyrueshme në shkolla. Por ndryshimi më i madh nuk ishte kulturor. Ishte ekonomik. Në fillim të majit, Credito Italiano hapi një degë të madhe në qendër të Tiranës.
Kjo deg nuk ishte thjesht një bankë. Ishte qendra e re e pushtetit financiar. Çdo biznes që donte të vazhdonte punën duhej të merrte kredi nga kjo bankë. Çdo importues duhej të hapte llogari këtu. Çdo eksportues duhej të kalonte parat nëpër këto zyra. Dhe kushtet ishin të ashpra. Norma e interesit arrinte në 10%, shuma që asnjë biznes shqiptar nuk mund ta përballonte për kohë të gjatë. Por ata nuk kishin zgjedhje. Sepse alternativa ishte mbyllja. Dhe kështu, brenda 6 muajve, shumica e bizneseve shqiptare ishin në borxhe të mëdha me bankën italiane. Borxhe që nuk mund t'i paguanin. Dhe atëherë ndodhte ajo që ishte planifikuar që në fillim, bankat merrnin kolateral. Që do të thotë ndërtesa, toka, pajisje. Gjithçka kalonte në pronësi italiane. Kjo ishte vjedhja më e sofistikuar. Nuk ishin nevojë për tanke. Mjaftonte një kontratë kredie dhe një afat i shkurtër. Por kishte edhe ata që përfitonin. Ata që e dinin lojën dhe luanin me rregullat e reja. Për shembull, një tregtar me emrin Hysen Vierda, që kishte pasur një magazin të vogël importi në Durrës, brenda një viti u bë një nga furnizuesit kryesor të administratës italiane. Si arriti këtë? Sepse ai kishte lidhje me shefqet Vërlacin. Dhe Vërlaci kishte marrëveshje me Jakomonin. Dhe Jakomoni kishte nevojë për njerëz që dinin si të lëviznin mallra pa ngritur dyshime. Hysen Vierda nuk fliste kurrë për këtë. As pas luftës. As në pleqëri. Por fëmijët e tij që trashëguan pasurinë e tij jetuan në luks në Rom dhe Athinë dhe askush nuk pyeti kurrë se nga ku erdhën paratë. Kjo është një nga metodat më të vjetra të fshehjes së vërtetës. Nëse lë mjaftueshëm kohë, njerëzit harrojnë. Pyetjet pushojnë. Dhe pasuria bëhet legjitimitet. Por ne, që shikojmë mbrapa, duhet të pyesim, sa të tjerë si Hysen Vierda ekzistuan? Sa familje sot jetojnë nga pasuria që u ndërtua mbi shpinën e një populli të pushtuar? Dhe a duhet të dim emrat e tyre? Në qershor të vitit 1939, një raport i brendshëm nga Ministria e Brendshme italiane u dërgua në Rom. Ky raport, që u desekretizua vetëm në vitet 90-ta, përmban një paragraf shqetësues: operacioni i transferimit të aseteve shtetërore shqiptare në kontroll italian përfundoi me sukses. Rezistenca nga popullsia është minimale. Bashkëpunimi i elitës lokale ka qenë thelbësor. Rekomandohet që të ruhet ekuilibri aktual duke mos ngritur çështjen e pronësisë publike për të mos krijuar precedent ligjor. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se Italia e dinte që po vepronte jashtë ligjit ndërkombëtar, por po zgjidhte ta injorojë atë. Dhe më e rëndësishmja, po zgjidhte që të mos linte dokumente që mund të përdoreshin më vonë kundër saj. Prandaj kontratat bankare u fshehtuan. Prandaj dosjet e transferimeve u asgjësuan. Prandaj sot, 85 vjet më vonë, ne ende po kërkojmë përgjigje në arkiva që nuk hapin dyert plotësisht. Sepse fshehja e së vërtetës nuk ishte vetëm një çështje e turpit. Ishte një çështje e parandalimit të pagesave. Nëse nuk ka dokumente, nuk ka borxhe. Nëse nuk ka dëshmi, nuk ka përgjegjësi. Kjo është aritmetika e ignorancës së qëllimshme. Ka një dëshmi tjetër që del nga intervistat me ish zyrtarët e ulët të administratës italiane, njerëz që punonin si sekretar ose përkthyes. Një prej tyre, një burr me emrin Giacomo Bellini, që punoi në zyrën e financave në Tiranë nga viti 1939 deri në vitin 1943, ka lënë një ditar që familja e tij e publikoi pas vdekjes së tij. Në atë ditar, ai shkruan: çdo ditë shoh shifra që nuk bëjnë kuptim. Hyrjet dhe daljet nuk përputhen. Ka llogari që nuk regjistrohen në librat kryesor. Kur pyeta e prorët, më thanë të mos merrem me çështje që nuk më përkasin. Por unë e di se çfarë po ndodh. Po ndodh një vjedhje sistematike dhe ne të gjithë jemi bashkëfajtor sepse heshtim. Bellini nuk ishte një hero. Ai nuk denoncoi asgjë. Ai thjesht shënoi. Por ato shënime janë dëshmi e rrallë e asaj që ndodhte brenda sistemit. Dhe ato na japin një pamje të brendshme që dokumentet zyrtare nuk na e japin kurrë. Sepse dokumentet zyrtare shkruhen për t'u lexuar nga historia. Por ditarët shkruhen për të mbijetuar ndërgjegjen. Por ndërsa Italia po organizonte plaçkitjen, çfarë po bënte Zogu? Ai ishte në Greqi fillimisht, pastaj në Turqi, më pas në Francë dhe në fund në Britani.
Ai jetonte në hotele të shtrenjta. Ai ruante një obor të vogël mërgimi. Ai pagonte rrogat e gardës së tij personale. Por nga vinin parat, zyrtarisht nga shitja e bishuterive të Geraldinës dhe nga huat e marra nga miqt e pasur. Por ka dokumente që tregojnë se zogu kishte akses edhe në llogari bankare që nuk ishin të njohura publikisht. Llogari në Zvicër? Ndoshta. Por bankat zvicerane nuk kanë konfirmuar kurrë. Llogari në Londër? Po, por ato nuk kishin sasi të mëdha. Atëherë nga vinin parat? Një teori thot se një pjesë e arit që ai mori me vete nuk u konsumua plotësisht. Se ai e kishte shitur vetëm një pjesë dhe kishte fshehur pjesën tjetër. Ku? Kjo nuk dihet. Ka përralla që flasin për ark të varrosura në malet e Greqisë, por asnjë gjetje e konfirmuar. Ka edhe një version më të errët, se zogu kishte bërë një marrëveshje sekrete me britanikët, duke u shitur informacione për planet italiane në këmbim të mbrojtjes financiare. Nuk ka dokumente që e provojnë këtë, por ka korrespondencë midis Foreign Office dhe agjentëve britanik në Ballkan që sugjerojnë se zogu konsiderohej një burim i mundshëm i informacionit. A do të thotë kjo se ai po shiste sekretet e vendit të tij? Apo thjesht po jepte informacione që tashmë britanikët i dinin? Çfarëdo që të jetë e vërteta, një gjë është e sigurt, zogu nuk u bë kurrë një refugjat i mirë. Ai jetoi dhe vdiq me dinjitet financiar. Dhe kjo nuk mund të shpjegohet vetëm me shitjen e bishuterive. Diku, në ndonjë arkiv që ende nuk është hapur plotësisht, ekzistojnë dokumente që do të na tregojnë të vërtetën. Por ato dokumente janë të mbrojtura jo nga ligji i arkivave, por nga interesat e atyre që nuk duan që të vërteta të dalë. Sepse nëse dilet se zogu kishte lidhje financiare me fuqi të caktuara perëndimore, atëherë narrativa zyrtare, se ai ishte thjesht një diktator i korruptuar që iku me arin e popullit, bie poshtë. Dhe kjo do të hapte pyetje të tjera. Pyetje për rolin e Britanisë në destabilizimin e Ballkanit. Pyetje për lojën e fuqive të mëdha që lejonin Italinë të pushtonte vende të vogla pa pasoja. Pyetje që edhe sot janë të papërshtatshme. Në shtator të vitit 1940, gati një vit e gjysmë pas pushtimit, një ekip gazetarësh italian mori leje për të xhiruar një dokumentar propagandistik në Shqipëri. Qëllimi ishte të tregohet se sa mirë po ecte integrimi i Shqipërisë në perandorinë italiane. Në këtë dokumentar, të cilin mund ta gjejmë ende në arkivat e Institutit Luce në Rom, shohim pamje nga Tirana e re, rrugë të asfaltuara, ndërtesa të reja, njerëz që ecin me qetësi nëpër sheshe. Por ka një skenë që nuk u montua në versionin final. Një skenë ku kamera kalon pranë një grupi grash të veshura me të zeza që presin në radhë jashtë një zyre të kompensimeve. Këto gra kishin humbur burrat ose djemt gjatë një përleshje të vogël që kishte ndodhur muaj më parë midis forcave italiane dhe një grupi rezistentësh në veri. Operatori filmoi për disa sekonda, pastaj u urdhërua të ndalojë. Në shënimet e tij, ai shkruan: "Më thanë se ajo skenë nuk ishte e dobishme për mesazhin ton." Por fytyrat e atyre grave më ndoqën për ditë. Ato nuk kishin lodh. Ato kishin vetëm heshtje. Heshtjen e atyre që e dinë se askush nuk do t'i dëgjojë. Kjo skenë e paxhiruar është një metaforë për gjithçka që u fsheh. Për gjithçka që u hoq nga historia zyrtare. Sepse historia shkruhet nga fituesit dhe fituesit nuk duan që viktimat të kenë zë. Po ata që nuk ishin viktima të drejtpërdrejta, por humbën gjithsesi. Njerëzit që nuk u vranë, por që humbën punën. Që humbën shtëpinë. Që u detyruan të shisnin tokën për të mbijetuar. Që pan fëmijët e tyre duke rritur në një vend ku gjua e tyre nuk flitej më në shkolla. Ku historia e tyre nuk mësohej. Ku identiteti i tyre shkrihej ngadalë në impresionin e një kulture të huaj që imponohej me forcë. Kjo është çmimi që nuk matet në kilogram ari. Nuk matet në kontratat bankare. Matet në breza të humbur. Në kujtime të fshira. Në një vetdije kolektive që u shkatërrua dhe që duheshin dekada për t'u rindërtuar. Dhe kush do të paguaj për këtë? Askush. Sepse nuk ka gjykatë që madh dhimbjen kulturore. Nuk ka reparacion për humbjen e identitetit. Nuk ka mënyrë për të vlerësuar në para atë që u vodh nga shpirti i një populli. Por kjo nuk do të thotë që nuk duhet të flasim për të. Përkundrazi. Kjo është arsyeja më e fortë për të folur.
Në nëntor të vitit 1940, një raport tjetër italian përmend stabilizimin e plot të situatës ekonomike në provincën shqiptare. Ai raporton se importet dhe eksportet janë rritur, se inflacioni është nën kontroll dhe se popullsia po adaptohet mirë. Por shifrat që jepen në atë raport janë mashtruese. Sepse importet që përmenden janë kryesisht malla italiane që po fusten në Shqipëri për të rishitur më vonë, dhe eksportet janë lënë të para që nxirreshin nga Shqipëria me çmime shumë nën vlerën e tregut. Pra rritja ekonomike nuk ishte rritje për Shqipërinë. Ishte rritje për Italinë. Një shembull konkret, në vitin 1938, Shqipëria eksportonte bakër në vlerë rreth 50.000 lira shqiptare në vit. Në vitin 1940, eksporti i bakrit arriti në vlerë rreth 130.000 lira italiane, por Shqipëria merrte vetëm 20% si tarifë, ndërsa pjesa tjetër shkonte si fitim i kompanisë koncesionare, që ishte pronë e shtetit italian. Kjo është aritmetik koloniale. Dhe Italia e aplikoi me përsosuri. Por si reagoi popullsia? Në sipërfaqe, me heshtje. Por nën sipërfaqe, po fillonte diçka tjetër. Grupe të vogla, kryesisht të parmatosura, po fillonin të organizoheshin në male. Jo ende si lëvizje rezistence e vërtet, por si rrjete informacioni. Njerëz që kalonin mesazhe, që fshinin refugjat, që sabotohonin ndërtesa italiane në mënyrë simbolike. Italia i quante bandit, por ata ishin diçka më shumë. Ata ishin fillimi i një vetdije që do të shpërthente më vonë. Vetdia se vendi i tyre ishte vjedhur, jo vetëm nga një fuqi e huaj, por me bashkëpunimin e një pjese të elitës së tyre. Dhe kjo tradhti e dy fish, nga jashtë dhe nga brenda, ishte ajo që do të formësonte historinë e Shqipërisë për dekada. Sepse kur një popull tradhten dy herë, ai nuk harron. Ai mban brenda vetes një zemërim që kalon brezat. Dhe në fund, ai zemërim del shpërtheu gjatë luftës. Shpërtheu pas luftës. Dhe në mënyra të ndryshme vazhdon të shpërthej edhe sot. A mund të ishte ndryshe? A mund të shmangej kjo tragjedi? Kjo është pyetja që çdo shqiptar duhet ta bëjë. Jo për të gjetur fajtor, por për të mësuar. Sepse historia nuk përsëritet në të njëjtën formë, por modelet përsëriten. Dhe modeli që shohim këtu është i qartë, kur një popull nuk është i bashkuar, kur elita mendon vetëm për interesat e saj, kur njerëzit e thjesht nuk kanë zënë në vendime që prekin jetën e tyre, atëherë vendi bëhet prej e lehtë. Jo vetëm për pushtuesit e jashtëm, por edhe për tradhtarët e brendshëm. Dhe çmimi i paguar nga Shqipëria në vitin 1939 ishte shumë më i lartë se 78 kg e gjysmë ar. Ishte humbja e sovranitetit. Humbja e dinjitetit. Humbja e besimit midis qytetarëve dhe shtetit. Humbje që, në shumë mënyra, ende po përpiqemi të riparojmë. Dhe këtu qëndron pyetja më e rëndësishme e të gjithave, nëse Italia fsheu kontratat bankare, nëse dosjet u zhdukën, nëse dokumentet u shkatëruan, atëherë si mund të kërkojmë drejtësi? Si mund të dimë të vërtetën e plotë? Përgjigja është e dhimbshme, ndoshta nuk do ta dimë kurrë plotësisht. Por kjo nuk do të thotë që duhet të ndalojmë së kërkuari. Sepse çdo dokument i vogël që gjejmë, çdo dëshmi që del, çdo rrëfim që regjistrohet, është një copë e enigmës. Dhe nëse vazhdojmë të mblidhim ato copë, një ditë, ndoshta, do të kemi një imazh të plotë. Ose të paktën një imazh mjaft të qartë për të kuptuar se çfarë na ndodhi. Dhe kush duhet të përgjigjet? Në dhjetor të vitit 1939, 9 muaj pas ikjes së zogut, një burr me pallto të zezë hyri në sallën e pritjes së një banke në Milano. Ai nuk dha emrin e tij. Thjesht tregoi një numër, kod 15824. Punonisi i bankës, i trajnuar të mos bëj pyetje, e shoqëroi në një dhomë private ku e priste një ark prej çeliku. Brenda saj kishte dokumente që zyrtarisht nuk ekzistonin. Protokolle të nënshkruara midis Credito Italiano dhe përfaqësuesve të caktuar shqiptar që garantonin transferimin e pasurive shtetërore në këmbim të mbrojtjes personale. Emrat në këto dokumente nuk ishin ata që do të prisnin. Nuk ishin ministrat zyrtar. Nuk ishin generalet e njohur. Ishin pronar tokash, ishin tregtar që asnjëherë nuk ishin shfaqur në fotografi me zogun, por që kontrollonin rrjetin e importit të grurit, të vajit, të tekstileve. Njerëz që Banka Italiane i kishte identifikuar si partner strategjik që në vitin 1937. Pra 2 vjet përpara pushtimit.
Ai burr nuk qëndroi shumë. Mori vetëm një zarf, firmosi një fletë dhe u largua. Por ajo që la pas ishte një gjurmë që sot, pas 85 vjetësh, ende nuk mund ta ndjekim plotësisht. Sepse ajo bank u bombardua në vitin 1943. Dhe shumë nga arkivat e saj u dogjën. Rastësi? Apo pastrimi i fundit i provave? Në të njëjtën kohë, në Tiranë, Francesco Giacomoni po kalonte orët më të rënda të karrierës së tij. Jo sepse kishte rezistencë ushtarake. Rezistenca ishte minimale. Por sepse kishte diçka më të rrezikshme, një popull që po fillonte të kuptonte se kishte humbur jo vetëm sovranitetin, por edhe çdo shpresë për ta rimarrë atë nëpërmjet mjeteve ligjore. Raportet që ai i dërgonte Romës filluan të ndryshonin tonin. Nëse në prill ai shkruante me triumf, në dhjetor ai shkruante me shqetësim. Popullsia nuk rebelon, por as nuk bashkëpunon, shkruante ai në 20 dhjetor. Ka një heshtje që nuk është pajtim. Është pritje. Pritje për diçka që ne ende nuk e kemi identifikuar. Çfarë po priste populli? Ndoshta një shenjë. Një udhëheqës. Një moment kur të mund të thoshte mjaft. Por ai moment ende nuk kishte ardhur. Dhe ndërkohë, Italia po konsolidonte kontrollin. Çdo ministri shqiptar kishte një këshilltar italian që ndihmonte. Çdo vendim kalonte në përduar italiane përpara se të zbatohej. Çdo propozim që mund të dëmtonte interesat ekonomike italiane bllokohej qetësisht, pa bujë, pa shpjegime publike. Kjo ishte pushtimi i përsosur. Jo me tanke që qëndrojnë në çdo rrugë, por me njerëz që ulen në çdo zyrë dhe dinë se si të kontrollojnë pa u dukur. Por kishte diçka që Italia nuk mund ta kontrollonte plotësisht, kujtesën. Kujtesën e njerëzve që e kishin parë zogun në ditët e fundit. Që kishin qenë dëshmitar të ngarkimit të arit. Që kishin dëgjuar biseda në korridore të pallatit. Një nga këta dëshmitar ishte një roje me emrin Petrit Minga, që kishte shërbyer në pallatin mbretëror për 15 vjet. Ai nuk ikur me zogun. Ai mbeti, u arrestua nga italianët për 1 muaj, pastaj u lirua sepse nuk kishte asnjë akuzë konkrete kundër tij. Por në vitet 50-ta, kur regjimi komunist filloi të mbledh dëshmi për krimet e monarcho-fashizmit, Petrit Minga dha një intervistë që u regjistrua dhe u ruajt në arkivat e sigurimit të shtetit. Në atë intervistë, ai rrëfen detaje që askush tjetër nuk i kishte përmendur. Ai thotë se në natën e 5 prillit, zogu nuk fjeti fare. Ai ecte nëpër dhoma, fliste vetëm, ndonjëherë qante. Unë nuk e kisha parë kur një burr kaq të fortë të thyer kaq plotësisht, tha Minga. Ai përsëriste një fjali, nuk mund t'i besoj askujt. As vetes nuk mund t'i besoj. Kjo dëshmi na jep një pamje të brendshme të asaj që po ndodhte me zogun si individ. Jo si mbredh. Si njeri. Si dikush që po kuptonte se rrjeti që kishte ndërtuar rreth tij për ta mbrojtur ishte kthyer në rrjetën që po e mbyll. Atëherë pse nuk veproi më herët? Pse nuk arrestoi ata që e tradhtuan? Përgjigjja është komplekse. Së pari, ai nuk kishte prova konkrete. Kishte dyshime, kishte shenja, por jo dokumente. Dhe në një sistem ku ligji, edhe pse i dobët, ende ekzistonte formalisht, ai nuk mund të arrestonte njerëz vetëm bazuar në paranojë. Së dyti, ai e dinte se nëse vepronte, mund të shkaktonte një luftë civile të brendshme që do ta dobësonte edhe më shumë shtetin përballë Italisë. Pra ai zgjodhi të presë. Të shpresoj. Të besoj se ndoshta po gabonte. Por ai nuk gabonte. Dhe kur e kuptoi plotësisht, ishte shumë vonë. Tanket italiane tashmë po zbrisnin në Durrës. Në janar të vitit 1940, një incident i vogël, i paraportuar gati as pak nga media italiane, ndodhi në Vlorë. Një grup punëtorësh të portit refuzuan të ngarkojnë anije italiane me drith shqiptar. Ata thanë se ai drith i përkiste familjeve shqiptare që po vuanin nga uria. Administrata italiane i quajti agitator komunist dhe i arrestoi. 5 prej tyre u dënuan me burgim. Por ky incident tregoi diçka, kishte një vit të kuqe që populli nuk ishte gati ta kalonte. Dhe ajo vi ishte uria. Sepse mund të pranosh humbjen e flamurit. Mund të pranosh humbjen e gjuhës në shkolla. Mund të pranosh edhe humbjen e dinjitetit politik. Por kur fëmijët e tu nuk kanë bukë, nuk ka më hapësirë për heshtje. Dhe Italia e kuptoi këtë.
Prandaj në muajt vijues, një pjesë e vogël e drithërave u drejtua përsëri për konsumin vendas. Jo nga humanizmi, por nga llogaritja strategjike se një popull i uritur është më i rrezikshëm se një popull i varfër por i ushqyer. Por kush po fitonte vërtet nga kjo regjim? Ata që kishin vendosur të bashkëpunonin plot. Shefqet Vërlaci, për shembull, në vitin 1940 kishte zgjeruar pronat e tij me 20%. Si? Sepse administrata italiane i kishte dhënë të drejtën e menaxhimit të tokave që më parë ishin shtetërore, toka që zogu kishte marrë nga aristokracia dhe kishte filluar t'i shpërndante te fshatarët. Tani këto toka ishin rikthyer te pronarët e vjetër, me pretekstin se reforma e zogut kishte qenë e paligjshme. Kjo ishte ironia më e dhimbshme. Pushtimi italian u përdor për të anuluar përpjekjet e vetme modernizuese që zogu kishte bërë. Dhe ata që përfituan nuk ishin italianët. Ishin bejlerët shqiptarë që zogu kishte tentuar të dobësonte. Kjo ishte hakmarrja e tyre. E fshehtë, e qetë, por absolute. Në shkurt të vitit 1940, një tjetër dokument italian përmend një rregullim final të çështjes së rezervave të arit. Ky dokument thotë se ari që kishte mbetur në Bankën Kombëtare të Shqipërisë, një sasi jo e madhe, por simbolike, ishte transferuar për siguri në Roma. Por nuk përmend shumën e saktë. Nuk përmend datën e saktë. Dhe më e rëndësishmja, nuk përmend nënshkrimet e atyre që autorizuan transferimin. Kjo mungesë informacioni nuk është frastësore. Është një teknikë e vjetër administrative, kur nuk dëshiron që një vendim të mund të sfidohet më vonë, mos lë gjurmë. Bëje vendimin, ekzekutoje dhe fshi dokumentacionin. Dhe kur dikush pyet më vonë, thuaj se dosjet janë humbur gjatë luftës. Kjo është ajo që Italia bëri. Dhe kjo është arsyeja pse sot ne nuk mund të dimë me saktësi sa ar u mor, ku shkoi dhe kush u përfitua. Por ka një detaj tjetër që rrallë diskutohet. Çfarë ndodhi me pasuritë personale të familjeve që ishin larguar me zogun? Jo vetëm familja mbretërore, por edhe ministra, general, intelektual që zgjodhen mërgimin. Pasuritë e tyre, shtëpi, toka, biznes, u konfiskuan menjëherë. Por ku shkuan? Sipas ligjit italian, ato duhej të kalonin në pronësi shtetërore dhe të shiteshin në ankan publik. Por shumica e tyre nuk u shitën kurrë në ankan. Ato kaluan direkt në duar private, shpesh me çmime simbolike. Dhe blerësit ishin gjithmonë të njëjtët, bashkëpunëtor të administratës italiane ose pronar vendas që kishin marrëveshje me ta. Kjo ishte një tjetër formë plaçkitjeje, më e vogël në shkallë, por po aq e organizuar. Dhe askush nuk protestoi. Sepse ata që do të protestonin nuk ishin më në vend. Dhe ata që mbetën kishin frikë. Në maj të vitit 1940, 18 muaj pas pushtimit, një gazetar britanik me emrin Harold Perkins mori leje për të vizituar Tiranën. Ai shkroi një artikull për Thetimes, ku përshkruante një qytet që në sipërfaqe dukej normal, por ku atmosfera ishte e një burgu të hapur. Ai shkruante, njerëzit lëvizin, punojnë, flasin. Por kur i pyet për situatën politike, ata heshtën. Jo nga frika e dhunës fizike, por nga diçka më e thellë. Nga vetdia se çdo fjalë mund të dëgjohet, çdo mendim mund të raportohet, çdo shprehje pa kënaqësie mund të ketë pasoja jo për ty vetëm, por për familjen tënde. Kjo ishte kontrolli i vërtetë. Jo nëpërmjet torturës, megjithse ajo ekzistonte, por nëpërmjet krijimit të një sistemi ku çdo qytetar bëhej spiuni potencial i çdo qytetari tjetër. Ku besimi shkatërrohej. Ku familja bëhej njësia e vetme e sigurt. Dhe edhe brenda familjes, njerëzit mendonin 2 herë përpara se të flisnin hapur. Por çfarë po ndodhte me zogun në këtë kohë? Ai ishte në Londër duke jetuar në hotelin Ritz. Ai ishte ende njohur zyrtarisht si mbret në mërgim, por kjo nuk kishte kuptim praktik. Ai nuk kishte ushtri. Nuk kishte territore. Nuk kishte qeveri funksionale. Kishte vetëm një titull dhe kujtimin e asaj që kishte qenë. Por ai ende dërgonte mesazhet e mbështetësit e tij që kishin mbetur në Shqipëri. Mesazhe që transportoheshin në mënyrë sekrete nëpërmjet rrjeteve tregtare. Mesazhe që thoshin, mos harroni. Unë do të kthehem. Por a besonte ai vërtet këtë? Apo ishin thjesht fjalë për të mbajtur shpresën gjallë? Historianët nuk bien dakord.
Disa thonë se Zogu ishte sinqerisht I bindur se lufta që po vinte, lufta mes fuqive të mëdha, do të krijonte mundësinë për kthimin e tij. Të tjerë thonë se ai e dinte që kishte humbur përfundimisht, por nuk mund ta pranonte publikisht sepse kjo do të thotë të pranonte dështimin total. Dhe për një njeri që kishte ndërtuar identitetin e tij mbi idenë e forcës absolute, ky pranim do të ishte më I rëndë se vdekja. Ndërsa Zogu shkruante letra në Londër, në Shqipëri po ndodhte diçka më e rëndësishme. Po lind një brez I ri. Një brez që nuk e kishte njohur mbretërinë. Që po rritej nën flamurin italian. Që po mësonte historinë e shkruar nga fituesit. Por brenda këtij brezi, kishte një pakicë që dëgjonte rrëfimet e prindërve. Që lexonte librat që ishin fshehur. Që fillonte të pyeste pyetje që administrata nuk donte t'i dëgjonte. Dhe këta të rinj, në vitet që do të vinin, do të bëheshin shtyllat e rezistencës. Jo me njëherë. Jo në vitin 1940. Por më vonë. Kur lufta do t'u jepte atyre armë dhe organizim. Kur do të kuptonin se Italia nuk ishte e pamposhtur. Dhe kur do të vendosnin që preferonin të vdisnin luftues se sa të jetonin sklever. Por në vitin 1940, kjo ishte ende e ardhme. Në atë moment, realiteti ishte ky, Italia kishte fituar. Jo vetëm ushtarakisht, por ekonomikisht dhe psikologjikisht. Ajo kishte marrë çdo pasuri që kishte vlerë. Ajo kishte nënshkruar kontrata që I garantonin fitime për dekada. Ajo kishte krijuar një klasë bashkëpunëtorësh vendas që do të mbronte interesat italiane edhe pa praninë e trupave. Dhe më e rëndësishmja, ajo kishte fshirë gjurmët. Kontratat bankare ishin sekrete. Dosjet e transferimeve ishin zhdukur. Dokumentet e pagesave ishin shkatëruar ose fshehur. Pra edhe sikur një ditë Shqipëria të çlirohej, të provosh se çfarë ishte vjedhur dhe nga kush do të ishte gati e pamundur. Kjo ishte gjenit e vërtet e asaj operacioni. Jo thjesht të vjedhësh. Por të vjedhësh në një mënyrë që të mos mund të provosh kur se vjedhje ka ndodhur. Dhe nëse nuk mund ta provosh, atëherë ligjërisht nuk ka ndodhur. Dhe nëse nuk ka ndodhur, atëherë nuk ka përgjegjësi. Nuk ka borxhe. Nuk ka kompensime. Kjo është arsyeja pse Italia nuk kërkoi kur falje për pushtimin e Shqipërisë. Sepse sipas logjikës së saj nuk kishte çfarë të kërkonte falje. Kishte thjesht bashkuar një territor që historikisht I përkiste sferat së saj të ndikimit. Dhe ata që përfituan, kompanitë, bankat, individët, nuk dhan kur llogari. Sepse ligji nuk I detyroi. Dhe opinioni publik nuk pyeti. Por historia nuk harron. Edhe kur dokumentet digjen, edhe kur dëshmitarët vdesin, edhe kur emrat fshihen, e vërteta mbetet diku. Në kujtesën kolektive. Në rrëfimet që kalonin nga gjyshërit e nipërit. Në dokumentet që shpëtonin rastësisht. Në ditarët personal që publikohen dekada më vonë. Në gabimet e vogla që administratorët bëjnë kur mendojnë se askush nuk po shikon. Dhe ngadalë, copë për copë, enigma fillon të marrë formë. Nuk do të jetë kur e plodh. Por do të jetë mjaft e qartë për të kuptuar se çfarë ndodhi. Dhe kush duhet të përgjigjet. Pra pyetja nuk është më çfarë ndodhi. Pyetja është, çfarë do të bëjmë me atë që dim? A do të kërkojmë drejtësi, edhe pse ata që kryen krimin kanë vdekur? A do të kërkojmë që emrat e bashkëpunëtorëve të dalin në dritë, edhe pse pasardhësit e tyre jetojnë sot pa faj? A do të kërkojmë që Italia të hap arkivat e saj plotësisht, edhe pse kjo mund të dëmtojë marrëdhëniet diplomatike? Këto janë pyetje që çdo shqiptar duhet t'i bëjë. Jo për hakmarrje, por për të kuptuar. Sepse një komb që nuk I kupton gabimet e të shkuarës, I përsërit ato në të ardhmen. Dhe çmimi I përsëritjes është gjithmonë më I lartë se çmimi I të mësuarit. Në gusht të vitit 1941, 2 vjet pas pushtimit, një burr me mjekër të bardhë hyri në një librari të vjetër në Gjirokastër. Ai kërkoi një libër të caktuar, një përmbledhje ligjesh osmane që askush nuk e lexonte më. Librari, një njeri me sy të mpret, e çoi në Bodrum. Atje, mes pluhurit dhe erës së letrës së kalbur, ai nxori një zarf të fshehur brenda kapakut të pasëm të librit. Brenda zarfit ishin kopje fotografike të 3 kontratave. Kontrata të lidhura midis përfaqësuesve të Credito Italiano dhe 3 tregtarëve shqiptar në shkurt të vitit 1939.
kontrata që garantonin se këta tregtar do të merrnin 15% të fitimit nga shfrytëzimi i minjerave të bakrit në veri, në këmbim të informacionit mbi lëvizjet ushtarake shqiptare dhe planet e zogut për mbrojtje. Emrat në ato kontrata ishin të lexueshëm. 3 emra që edhe sot, nëse do t'i përmendja, do të shkunte familje të tëra. Sepse pasardhësit e tyre jetojnë ende. Disa në Tiranë, disa në Rom, disa në Athinë. Dhe asnjëri prej tyre nuk e di, apo pretendon se nuk e di, se pasuria që gëzon sot u ndërtua mbi shpinën e një kombi të shitur. Por kush e fsheu atë zarf? Dhe pse ai burr me mjekër të bardhë e kërkoi atë? Historia nuk na e thotë. Sepse ai burr u arrestua 3 ditë më vonë nga policia italiane dhe u dërgua në një kamp në jug. Nuk doli kur gjallë. Dhe zarfi? Zhduku përsëri. Por një fotokopje, vetëm një, mbeti në duart e një studenti që punonte në atë librari. Ai student, shumë vite më vonë, e dorëzoi atë fotokopje të një historian francez që po studionte kolaboracionizmin në Ballkan. Dhe ajo fotokopje, edhe pse e diskutueshme nga ana ligjore, ekziston ende. E ruajtur në një arkiv private në Paris, e paritshme për publikun, por e njohur nga një rreth i ngushtë studiuesish. Pse nuk del publike? Sepse familjet e përfshira kanë fuqi edhe sot. Sepse disa emra të lidhur me to janë në politik, në biznes, në media. Dhe sepse e vërteta ndonjëherë është më e rrezikshme se gënjeshtra. Ndërsa ai zarf fshihej në Gjirokastër, në Tiranë po ndodhte diçka më e madhe. Gjermania kishte pushtuar Greqinë dhe trupat gjermane po lëviznin nëpër Ballkan. Italia, tashmë aleate me Gjermaninë, po përgatitej të ndante kontrollin e Shqipërisë me Wehrmachtin. Por kjo ndryshoi dinamikën e pushtetit. Sepse gjermanët nuk kishin të njëjtin interes si italianët. Ata nuk donin kontrata afatgjata. Ata donin burime të shpejta për makinën luftarake. Dhe kjo do të thotë se ata filluan të vënë presion mbi administratën italiane për të rritur prodhimin në miniera dhe fusha të naftës. Kjo presion shkaktoi diçka të papritur. Italianët filluan të humbasin kontrollin mbi rrjetin e tyre të bashkëpunëtorëve vendas. Sepse tani bashkëpunëtorët kishin një ofertues të ri. Dhe disa prej tyre, ata më cinikët, filluan të luajnë të dy palët kundër njëra tjetrës. Kjo krijoi kaos. Dhe në këtë kaos, dokumente që duhej të ishin shkatëruar filluan të rrjedhin. Jo shumë, por mjaftueshëm për të krijuar alarm. Dhe kjo shpjegon pse në tetor të vitit 1941, një urdhër i fshehtë u dërgua nga Roma. Të gjitha dosjet sensitive që kishin të bënin me kontratat shqiptare duhej të transferoheshin menjëherë në Rom dhe të ruhen në arkivat e Palazzo Venezia. Por transferimi nuk ndodhi siç ishte planifikuar. Sepse disa nga zyrtarët italian që duhej ta ekzekutonin këtë urdhër kishin filluar të mendonin për të ardhmen e tyre personale. Ata e dinin se lufta po shkonte keq. Ata e dinin se një ditë Italia do të humbte. Dhe ata dëshironin siguri. Prandaj një numër i vogël dosjesh, jo të gjitha, por disa, u fshetën në vende private. Në vila private në Itali. Në arka bankare në Zvicër. Në koleksione personale që sot mbahen nga trashëgimtarë që nuk e din çfarë kanë. Dhe kjo është arsyeja pse, edhe sot, çdo dekadë dalin dokumente të reja. Sepse dikush vdes dhe pasardhësit gjen një kuti të vjetër në Bodrum. Dhe brenda saj, e vërteta pret. Por çfarë ndodhi me ata që nuk pritën? Ata që vendosën të vepronin tani, në atë moment, pa u shqetësuar për dokumentet? Në nëntor të vitit 1941, një grup i vogël burrash u takuan në një shtëpis malore në Pezë. Ata nuk ishin politikan. Nuk ishin intelektual. Ishin mësues, ishin fshatar, ishin zanatçin. Por ata kishin vendosur se mjafton. Ata formuan atë që më vonë do të njihej si konferenca e Pezës, fillimi i rezistencës së organizuar shqiptare. Por ajo që nuk diskutohet shpesh është kjo, një nga arsyet kryesore që i shtyu këta burra të rrezikojnë jetën nuk ishte vetëm patriotizmi abstrakt. Ishte mëria. Ishte pamja e fëmijëve që vdisnin nga uria ndërkohë që trena italian ngarkonin grur drejt Italisë. Ishte shkatërimi i familjeve që humbnin tokat në favor të bejlerëve që kishin bashkëpunuar. Ishte padrejtësia absolute e një sistemi ku fituesit ishin gjithmonë të njëjtët, të huajt dhe tradhtarët vendas.
Dhe ky zemërim, ky ndjenje se asgjë nuk mund të ishte më keq se ajo që po jetonin, ishte forca që filloi të shkatërrojë makinën italiane nga brenda. Por makinat nuk shkatërrohen lehtë. Edhe kur rezistenca filloi, Italia kishte instrumente. Kishte spiun. Kishte bashkëpunëtor që për një sasi të vogël parash apo për frikën e hakmarrjes raportonin çdo lëvizje të dyshimit. Kishte edhe diçka më të errët, kishte ndarje brenda vetë rezistencës. Sepse ata që po organizoheshin nuk kishin të njëjtat qëllime. Disa donin kthimin e zogut. Disa donin një republikë demokratike. Disa donin një revolucion komunist. Dhe këto ndarje, që do të shpërthejnë plotësisht pas luftës, tashmë po fillonin të shkaktojnë mosbesim. Pra edhe brenda rezistencës, kishte sekretet e veta. Kishte dokumentet e veta të fshehura. Kishte tradhtit e veta. Dhe kjo kompleksitet shpjegon pse sot, kur flasim për atë periudhë, nuk kemi një narrativ të qartë. Kemi fragmente. Kemi versione kontradiktore. Kemi heronj që në një version janë tradhtar në versionin tjetër. Sepse e vërteta ishte dhe mbetet shumë shtresore. Në dhjetor të vitit 1942, Italia po humbas luftën. Jo në Shqipëri ende, por në frontet e tjera. Afrika Veriore po bjerë. Greqia po çlirohej pjesërisht. Dhe brenda Italisë, regjimi fashist po fillonte të çahej. Kjo krijoi një panik të fshehtë mes zyrtarëve italian në Shqipëri. Ata e dinin se dita po vinte kur do të duhej të largoheshin. Dhe ata dëshironin të largoheshin me sa më shumë që të mund të mblidhnin. Prandaj në muajt e fundit të vitit 1942 dhe në fillim të vitit 1943, ka raporte për transferime masive të arit, të parave, të veprave të artit nga Shqipëria drejt Italisë. Jo vetëm ajo që u kishte përkatuar shtetit shqiptar, por edhe ajo që u kishte përkatuar qytetarëve privat. Muzet u zbrazën. Thesaret e kishave u vodhen. Koleksione private që ishin konfiskuar u shitën me çmime groteske. Dhe blerësit ishin gjithmonë të njëjtët, zyrtar italian që po përgatiteshin përfundosin. Kjo ishte plaçkitja finale. Vjedhja e fundit para se dera të mbyllej. Dhe u krye me një shpejtësi dhe një cinizëm që mahnit edhe sot kur lexon dokumentet. Në shtator të vitit 1943, Italia kapituloi. Gjermania pushtoi atë që kishte mbetur nga territori italian, përfshirë Shqipërinë. Dhe në atë kaos, në ato ditë kur ushtria italiane po shpërbëhej dhe ushtria gjermane po hynte, ndodhi diçka që rrallë diskutohet. Disa nga zyrtarët italian që kishin menaxhuar sistemin e plaçkitjes u kapën nga partizanët shqiptar. Ata u morën në pyetje. Dhe disa prej tyre, duke menduar se jetën e tyre mund ta shpëtonin vetëm duke folur, dhanë dëshmi. Dëshmi që u regjistruan në dosje të cilat sot mbahen në arkivat e ish sigurimit të shtetit në Tiranë. Dëshmi që përshkruajnë emra, shifra, data. Që tregojnë se kush mori çfarë, kur dhe ku e fsheh. Por këto dosje nuk janë të hapura për publikun. Ato konsiderohen sensitive. Pse? Sepse shumë nga emrat që përmenden janë të lidhur me familje që luajtën role të rëndësishme edhe në periudhën komuniste. Sepse historia zyrtare që u ndërtua pas luftës kishte nevojë për një narrativ të thjeshtë, të mirët kundër të këqinjve. Partizanët kundër fashistëve. Por realiteti ishte më i ndërlikuar. Kishte ata që luftuan me italianët, pastaj me gjermanët, pastaj me partizanët, duke ndëruar anë çdo herë që era ndryshonte. Kishte ata që bashkëpunuan me pushtuesit, por që u shpallën patrur pas lufte sepse kishin lidhje me fituesit e rinj. Dhe kjo kompleksitet nuk mund të lejohet të dilet, sepse do të shkatëronte mitet themelues të shtetit të ri. Pra çfarë ndodhi me ata që përfituan vërtet? Ata që mbartën pasurinë jashtë vendit para se të ishte shumë vonë? Shumë prej tyre jetuan jetë të qeta në Itali, në Greqi, në Francë. Fëmijët e tyre u bën biznesmen të suksesshëm, artist, akademik. Askush nuk pyeti se nga vinin parat e para që hapen biznesin familjar. Askush nuk kërkoi fatura për arin që blej shtëpinë e parë. Sepse në kaosi e pas luftës, dokumentet humbnin lehtë. Dhe në dekada pasardhëse, kujtesa zbehej. Dhe sot, shumë nga pasardhësit e atyre familjeve as që e din. Ata jetojnë duke menduar se gjyshërit e tyre ishin thjesht sipërmarrës të zgjuar ose refugjat që punuan shumë. Dhe ndoshta ky është aspekti më tragjik,
se e vërteta humbet jo vetëm sepse fshihet, por edhe sepse harrohet. Sepse askush nuk e përcjell. Sepse çdo brez i ri fillon nga e para, pa pasur akses te enigma e plot. Por ka edhe ata që nuk harruan. Ata që ruajtën kujtimet. Që treguan historinë të fëmijët dhe nipërit. Që ruajtën letra, dokumente, fotografi. Që prisnin ditën kur historia do të hapet. Dhe ato ditë po vjen ngadalë. Çdo vit, arkiva të reja hapen. Çdo vit, studiues të rinj gërmojnë më thellë. Çdo vit, teknologji të reja na lejojnë të lexojmë dokumente që dikur ishin të padalëshme sepse ishin djegur pjesërisht ose ishin shkruar me bojë që ishte zbehë. Dhe çdo vit, copë të reja të enigmës dalin në dritë. Jo mjaftueshme për të pasur një tablo të plotë, por mjaftueshme për të kuptuar se sa e madhe ishte vjedhja, sa i gjerë ishte rrjeti i bashkëpunëtorëve dhe sa sistematike ishte fshehja e provave. Dhe çfarë ndodhi me vetë Zogun? Ai vdiq në vitin 1958 në Francë, në moshën 63 vjeç. Ai vdiq duke mos e parë kurrë përsëri Shqipërinë. Ai vdiq duke mbajtur ende titullin mbret, megjithse mbretëria e tij kishte pushuar se ekzistuari 20 vjet më parë. Ai u varros me nderime mbretërore, por në një varres në Paris, larg atdheut që kishte humbur. Dhe pyetja që ngelet është, çfarë mendonte ai në ato vite të fundit? A pendohej? A e kuptonte se gabimet e tij, besimi i tepërt te njerëz të gabuara, refuzimi për të reformuar thellësisht sistemin, izolimi nga populli, kishin kontribuar në katastrofën që erdhi? Apo ai ende besonte se ishte viktime e rrethana që nuk mund t'i kontrollonte? Ne nuk e dim. Sepse ai nuk la kujtime të shkruara. Ai nuk dha intervista të thella. Ai mbajti heshtjen deri në fund. Dhe ajo heshtje, në vetvete, është një lloj dëshmie. Dëshmi e një burri që mbytet nga pesha e asaj që dinte, por që nuk mund, a nuk dëshironte, të shprehte. Ndërsa Zogu vdiste në Paris, në Shqipëri po ndodhte diçka tjetër. Regjimi komunist që kishte marrë pushtetin pas luftës, kishte filluar të shkruajë historinë e tij zyrtare. Një histori ku Zogu ishte shtypësi. Ku Italia ishte pushtuesja. Ku partizanët ishin heronjë. Ku çdo gjë ishte e bardhë dhe e zezë. Por ajo që nuk përfshihej në atë histori ishin detajet që ne po diskutojmë tani. Emrat e bashkëpunëtorëve vendas. Transferimet bankare. Kontratat sekrete. Sepse shumë nga ata që kishin bashkëpunuar me italianët kishin gjetur mënyra për t'u integruar në sistemin e ri. Disa kishin ndëruar ideologji dhe ishin bërë komunistë. Disa kishin fshehur të kaluarën. Disa kishin paguar dik për të ndryshuar dosjet. Dhe regjimi i ri nuk kishte interes të hapte kutinë e Pandorës. Sepse edhe brenda radhëve të tij kishte njerëz me sekrete. Pra heshtja vazhdoi. Në një flamur të ri, me një ideologji të re, por heshtja mbeti. Dhe kjo heshtje është ajo që na sjell në pyetjen finale, çfarë duhet të bëjmë ne sot? Ne që jetojmë 85 vjet pas ngjarjeve. Ne që nuk kemi lidhje personale me ata që tradhtuan ose ata që u tradhtuan. Ne që thjesht duam të dim të vërtetën. A kemi të drejtë ta kërkojmë? A kemi të drejtë të hapim dosje që mund të dëmtojnë familjeve të pafajshme sot? A kemi të drejtë të emërtojmë emra kur ata që i mbartën ato emra janë të vdekur prej kohësh? Këto janë pyetje etike që nuk kanë përgjigje të lehta. Por një gjë është e qartë, nëse zgjedhim të mos kërkojmë, zgjedhim të harrojmë. Dhe nëse harrojmë, zgjedhim të përsërisim. Sepse modelet e korrupsionit, të tradhtisë, të bashkëpunimit me të huajt kundër interesit kombëtar, këto modele nuk vdesin. Ato vetëm ndryshojnë formë. Dhe nëse nuk i studiojmë, nuk i kuptojmë, nuk i ekspozojmë, ato do të vazhdojnë të riprodhojnë veten në kontekste të reja. Sot, në vitin 2024, nëse ecni nëpër rrugët e Tiranës, nuk do të gjeni asnjë përmendore për ata që tradhtuan. Nuk do të gjeni asnjë emërtim rruge që nderot bashkëpunëtorët. Por nëse dini ku të shikoni, nëse njihni historik që nuk janë shkruar në librat zyrtar, do të shihni gjurmët e tyre. Do t'i shihni në pallate që ende qëndrojnë, ndërtuar me para të cilat burimi nuk u hetua kurrë. Do t'i shihni në familje që ruajnë pasuri të mëdha pa një shpjegim të qartë historik. Do t'i shihni në dosje të mbyllura që ruhen në arkiva dhe që hapin vetëm për një rreth të ngushtë studiuesish që nënshkruajnë marrëveshje heshtje. Çfarë ndodhi me familjen e Zogut?
Mbretëresha Geraldine jetoi deri në vitin 1982, duke mbajtur dinjitetin e saj deri në fund. Djali i saj, Leka, tentoi për vite të kthejë monarkizmin, por pa sukses. Ai vdiq në vitin 2007 në Tiranë, por në një Shqipëri që tashmë kishte lënë pas monarkizmin dhe komunizmin. Pasardhësit e tyre sot jetojnë pa pushtet politik, por me një trashëgimi historike që ende debaton. Çfarë ndodhi me ata që përfituan? Shumë nga familjet që bashkëpunuan me Italinë dhe që ruajtën pasurinë nëpërmjet marrëveshjeve sekrete kaluan vite në heshtje. Disa u integruan në regjimin komunist. Disa ikën jashtë shtetit. Disa e humbën gjithçka gjatë kolektivizimit. Por një pjesë e vogël, 1% që nuk mund ta përcaktojmë me saktësi, mbajti pasuri që u transferuan në brezat vijues. Dhe sot, nëse pyetni këto familje, ato do të mohojnë çdo lidhje me periudhën e pushtimit. Sepse kujtesa familjare, si kujtesa kombëtare, shpesh zgjedh të harrojë atë që është e dhimbshme. Çfarë ndodhi me kontratat? Ato ende nuk janë të gjitha të hapura. Disa janë desekretizuar nga arkivat italiane, por me shumë fshirje. Disa mbahen ende në koleksione private. Disa u dogjën gjatë bombardimeve të luftës. Dhe disa, thjesht, nuk ekzistojnë më sepse nuk u regjistruan kurrë zyrtarisht. Italia nuk ka kërkuar kurrë falje formale për plaçkitjen ekonomike të Shqipërisë. Ka dhënë disa fonde simbolike për projekte kulturore, por asnjë kompensim real për burimet e vjedhura. Dhe kjo, në shumë mënyra, është treguesi një të vërtetë më të gjerë, se drejtësia historike shpesh mbetet e parealizuar. Jo sepse nuk ekzistojnë provat, por sepse nuk ekziston vullneti politik. Por pyetja më e madhe nuk është çfarë ndodhi me ta. Pyetja më e madhe është, çfarë kemi mësuar ne? A kemi mësuar se një kombë nuk mbrohet vetëm me ushtri, por edhe me institucione të forta që nuk mund të korruptohen lehtësisht? A kemi mësuar se elita që vë interesin personal mbi interesin kombëtar është armiku më i rrezikshëm edhe se pushtuesit e jashtëm? A kemi mësuar se transparenca nuk është një luksuri, por një nevojë ekzistenciale për një shtet që dëshiron të mbijetojë? Nëse historia e vitit 1939 na ka mësuar këto, atëherë dhimbja e atij viti nuk ka qenë e kollë. Por nëse vazhdon të përsëriten të njëjtat gabime, nëse vazhdon që pasuria publike të privatizohet në mënyrë të dyshimtë, nëse vazhdon që dokumentet të fshehen, nëse vazhdon që elita të luajë me interesa të huaja kundër interesit të popullit, atëherë kemi dështuar të mësojmë. Dhe kjo na sjell te pyetja që nuk ka përgjigje të lehtë, por që duhet bërë, kush sot, në këtë moment, në këtë vend, po përsërit modelet e së kaluarës? Kush po nënshkruan kontrata që do të vinë të kushtojnë brezat e ardhshëm? Kush po fshet dokumente që publikja ka të drejtë t'i di? Kush po përfiton nga pasuri që nuk mund të shpjegohen me të ardhura legjitime? Këto pyetje nuk janë akademike. Janë praktike. Janë urgjente. Sepse historia nuk është vetëm për të shkuarën. Historia është për të tashmen. Është për të ardhmen. Është për të kuptuar se çfarë po ndodh tani, duke parë atë që ndodhi atëherë. Dhe në fund, mbetet një pyetje që askush nuk mund ta përgjigjë plotësisht, por që të gjithë duhet ta mbajmë në mendje, nëse dokumentet që u fshetën ndonjëherë do të dalin plotësisht në dritë, nëse çdo emër, çdo shifër, çdo kontratë do të bëhet publike, a do të kishim guximin të shikojmë të vërtetën në sy? Apo do të zgjidhnim, edhe një herë, të harrojmë, sepse të kuptuarit e plot do të ishte shumë e dhimbshme? Kjo është dilema jonë. Jo vetëm si shqiptar, por si njerëz. Dilema e të jetuarit me të vërtetën ose me rehatinë e ignorancës. Dhe çdo brez duhet ta zgjedhë përsëri.